Spitali Rajonal i Gjirokastrës ka filluar punimet që në dhjetor të vitit që shkoi në fakt, ka të parashikuar rehabilitim të plot të një godine 4 kace, shumë e rëndësishme për gjithë qarkun e Gjirokastrës. Është një investim që realizohet me fondet e buxhetit shtetit në një vlerë prej 4,7 milion euro. Parashikon rehabilitim në 3 faza për arsye të mos ndërprerjes së shërbimeve shëndetësore, pra të ofrimit shërbime shëndetësore, që është e rëndësishme dhe është një nga ato çështje në fakt që ne konsiderojmë sa herë që rikonstruktojmë godinat e spitaleve. Ka mjekët e reja. Spitali ofron shërbim për plot 60.000 banorë të qarkut dhe ofron specialitete të tilla si kirurgjia. Këtu ku jemi aktualisht, jemi në shërbimin e pediatrisë, ndërkohë që godina është 4 kace, kati -1 ka shërbimin e radiologjisë, ndërkohë që kati i dytë dhe i tretë janë shërbimi i kirurgjisë dhe shërbimi shumë e madhe, 8.600 metra katror. Shumë e bukur dhe sa i përket. Ajo është pas maternitetit është një godinë. E bardha është materniteti që e kemi rikonstruktuar tërësisht në vitin 2018. Dhe nga pjesë e spitalit është e viteve 47-48 me mos gaboj. Është e viteve 47-48 dhe ndërkohë po ta shikosh dhe si kubatur, është e lartë, janë sallat janë goxha me italian 44, por që aktualisht 47 edhe së shprekur. Ndërkohë që tashmë parashikohet rehabilitimi i plot i godinës, plus pastaj dhe mobilimi dhe pajisjet me pajisje teknologjisë fundit që do t'i japin mundësinë edhe të gjithë mjekëve që punojnë këtu, janë 153 staf mjekësor që shërben në këtë spital, ku 45 janë mjekë dhe pjesa tjetër janë staf infermieror, i cili shërben në 13 shërbime. Shërbime kryesore si kirurgjia, si patologjit, si infektivi, si pediatria. Kemi shërbimin e urgjencës. Si jeni, punëmbar? Parashikimi për të përfunduar punimet është 24 muaj, se siç e thash kryeministri ka specifikën që ne duhet të garantojmë paralelisht edhe ofrimin e shërbimeve. Ju keni filluar punën? Ndërsa unë kam 6 muaj, sepse jam herë doktoja në spital, vim të ja kontributin si një anesteziste reanimatore. Në Bursali? Jo, unë jam me kontratën e Ministrisë Janë specializantë. Domethënë specializante që Kam mbaruar ciklin 4 vjeçar. Nga jetë? Gjirokastrë. Ai Gjirokastrë, po në rregull paskarën sepse tu do ja kontribuoj. Mjek ose mos mjekët të cilat janë mbaruar specializimin dhe kanë ardhur në Gjirokastrë. Kanë mbuluar një gram praktikisht nuk e kishin fare. Po kjo është gjë shumë e mirë se kjo siguron edhe qëndrueshmërinë e mjekëve në strukturat spitalore rajonale. Ajo është faza e dytë, do vazhdojmë aty dhe pastaj me mbylljen me fazën e tretë që përfundon e gjithë godina. Që në godinë që ka një karakter historik, po një kujdes me të ngjyrat. Që ruajmë shkollë ngjyrash. Përderisa do e ktheni komplet aty ku ka qenë si arkitekturë, do të ruajë kjo mirë, kjo gria me të bardhat. Ngjyrat e qytetit. Po një kujdes me ngjyrat në godinë, tonë ngjyrave janë. Dhe me thënë gria, bardha dhe ajo e 2-3 lloj të bardhash me grinë janë mjaft, nuk ka nevojë për të kuqe. Se është, s'ka nevojë për kuqe, për bojqelli, është godinë historike kështu. Kjo është me sistem kapot? Po, sistem kapot. Ka dhe eficiencë energjetike. Që termoizoluar, kjo është pjesë që ka mbaruar dhe lyre. Kjo është shumë mirë. Si tonalitet ngjyrash. Kjo është ngjyra përfundimtare që ka objekt, si fasadë. Po, do të fundojnë të sistema teknike në qytet. Pasi Gjirokastra ka një kohë të miratuar për ngjyrat. Aty rrini, aty shumë mirë. Punë të mbar, faleminderit.